shqiptarë kanë drejt jetojnë trojet e tyre në liri të plot, kështu që çdo zhvillim atje nuk na vjen mirë nëse të vije deri te një eskalim, sepse çdo viktim, pavarësisht edhe të anëmiqt, ne duhet të jemi të tillë, të përgatitur që mos t'i gëzohemi fatkeqësisë tjerëve, sepse kur i gëzohesh fatkeqësisë dikujt, atë duhet ta presësh edhe në shtëpinë tënde. Ne nuk duam të shohim edhe atje gjakderdhje, por duam të bëjmë të qartë. Por zotri Gashi, ne nuk duam të shohim gjakderdhje, por çështja është se a do të mund ta shmang Ballkani gjakderdhjen. Ne e dim se çfarë situatë është krijuar në Serbi, gjithashtu ne e dim mbarvajtjen e konfliktit në mes të Ukrainës dhe Rusisë dhe potencialit që në formë të shpejtë të arrihet një marrëveshje. Pra, kjo është një kartë e cila aktualisht duket e papërfunduar dhe zotri Softa, duke pas parasysh fraksionalizimin e brendshëm i cili po ndodh në Serbi. A është e mundur që të kemi ndonjë aksion special diku në Republika Srpska apo në Kosovë që Vučići edhe një herë ta përdor kartën e tij të fundit që i ka mbetur, ajo e nacionalizmit? Me atë kartë është mbajtur, ai mbahet në këmbë për shkak të disa politikave të tjera, sikurse dhe zotëria e tha, janë mbrapa Rusia e cila kërkon që të ketë trazira dhe ta mbajë të përçarë Ballkanin. Situata në Ballkan më duket pak problematike dhe madje më shumë problematike për faktin që edhe Gjermania, ndoshta me krijimin e qeverisë së re, mund të ndalojë duke vënë veton për procesin e integrimit. Pra, fjala Ballkani i hapur dështoi, fjala iniciativa marrëveshja e Berlinit, edhe kjo sigur po stopon, dhe këto problematika që po shtohen sigurisht mund të prodhojnë kriza, të cilët mund të jenë dhe mund të fillojnë patjetër brenda Serbisë, që duket shumë e konklavitur dhe shumë e ndërlikuar situata, dhe karta e tij e patriotizmit për ta spostuar vëmendjen nga momenti i rënies tek incidentet, si në Bosnjë-Hercegovinë, ashtu edhe në Kosovë, mund të jenë të mundshme, sepse ai me këto karta ka luajtur dhe këto karta patjetër mund të çojnë në ngritjen e pjesës ekstreme të mbështetësve të tij. Ai dy karta don të luaj, ato që të paktën ajo që kërkonte të bënte mbrojtjen e presidentës tij duke marrë nga serbët e Kosovës dhe tendenca për të krijuar shkëputjen e Republikës Srpska në një situatë vështirë kur presidenti i saj është në kërkim apo kur situata nuk është më e favorshme, po themi, në mbështetjen ndaj Vučić. Kështu që i duhen patjetër incidente dhe këto incidente ai dhe mund t'i promovojë, mund t'i nxjisë, mund t'i shtyjë për të krijuar rritjen e qëndrimit të tij në pushtet. Dhe një nga pionët, themi ashtu, figurat e shohut, të cilën ne e shohim që e përdor herë Rusia, herë Serbia, është pikërisht Milorad Dodik. Së fundi kemi një zhvillim në lidhje me Dodik. Presidenca e Bosnjës dhe Hercegovinës i kërkoi Euroforit të ndihmoj arrestimin e Dodikut. A është kjo një tregues i qartë se në Bosnjë dhe Hercegovinë shteti tashmë nuk funksionon siç ka funksionuar më parë, pra janë selektiv edhe në arrestime, në këtë rast është ky i Dodikut? Unë mund të them se Bosnjë-Hercegovina si një shtet unitar nuk ka funksionuar që nga konferenca e Daytonit deri më sot. Kjo është e vërtet. Nuk mund ta hedhim poshtë atë që po thoni zotri Gashi, por realisht në këtë moment e shikojmë se tensionet janë të larta dhe fakti se Republika e Bosnjës i kërkon Euroforit arrestimin e Dodikut, çfarë flet për juve? Për këtë desha të them, me qenë se institucionet qendrore janë të paafta për ta zbatuar vendimin e gjykatës, do thotë prokurorisë, tani ata kanë kërkuar dhe ndihmë ndërkombëtare. Realisht ndihma ndërkombëtare në këtë rast pritet të vijë, por jo direkt. Sa pash sot, edhe Holanda ka kërkuar që Dodikut t'i ndalohet hyrja në Holandë dhe t'i konfiskohen pasunitë e mundshme që ekzistojnë atje. Kjo po ndodh në vende tjera, bile edhe Gjermania në një... Por mua më duket një detaj tjetër këtu që është pak më i rëndësishëm. Pse nuk guxon autoriteti bosnjak ta arrestojnë, ose autoritetet e Bosnjës dhe Hercegovinës si unitare, që është ta arrestojnë Dodikun? A është mbase ky kurthi që po e pret Dodiku, zotri Softa, pra që të krijohet një arrestim nga organet e brendshme dhe këtu të shpërthej tensioni? Po dhe kjo mund të jetë një situatë që mund ta agravojë, sepse do të rrisë tensionet, të cilët janë të gatshme vetëm thjesht shpërthimi i tyre.
që mund të shërbej për të krijuar një Apo e kërkon në këtë formë Dodiku pikërisht këtë që po aludon ju? Mendoj që po, sepse çdo gjë që mund të vi, pikërisht ai këtë do të përdor. Mbrojtjen. Dhe mbrojtja më e mirë do të ishte pikërisht fajsimi i autoriteteve të Bosnjës Hercegovinës lidhur me arrestimin apo me krijimin e asaj për cilin ata e kanë shpallur në kërkim. Por situata mendoj që mund të ndërlikohet për faktin që ka një shqetësim të faktorit ndërkombëtar, sikurse dhe ju e thatë, si nga Hollanda, ashtu dhe nga faktorë të tjerë, të cilët kërkojnë arrestimin e tij, ose kërkojnë vënën e tij para drejtësisë. E qartë dhe zotri Gashi, në këtë moment jemi duke folur për një vend ku gjenë strehim shumë kriminal të luftrave të fundit të Ballkanit. Duke ditur, më falë? Ne e kem rastin e Banjës në Kosovë. Po, por dua të ndalëm në këtë pikë, sepse më interesant ta di se kush është mbështetja e Dodik, ajo mbështetja e heshtër e tij. Dodikut ka qenë gjithmonë politika zyrtare klerofashiste serbe. Por nuk bëhet këtu fjalë për një nacionalizëm, por për klerofashizëm total të politikës serbe, dhe këtë në një koncept më të gjerë panslavizmi, cilën e ka mbështetur Rusia vazhdimisht dhe po e mbështet edhe sot. Por duhet pasur parasysh se arrestimi i Dodikut nga zyrtarët e Bosnjës, nga zyrtarët federal të shtetit, atëherë do të kishte ndonjë reagim. Megjithëse vetë qytetarët serb në Bosnjë dhe Hercegovinë nuk i japin mbështetje Dodikut për shkak se ai ka bërë një politikë e cila vërtet ka qenë politikë vetëm për klanin e tij sundues. Dhe edhe popullin e vetë ka trajtuar keq, se lere ma që e trajton etnin tjetër ose etni tjera. Prandaj po them, zyrtarët e Bosnjë Hercegovinës nuk do të ndërmarrin hapa nëse nuk ndërmerr Eurofori. Por ata do të jenë aq të vëmendshëm sa të mos e rrezikojnë do të thotë brishtësinë e shtetit, sepse ai është ashtu kështu i brisht, por mos rrezikojnë të futen në një konflikt tjetër. Andaj